Jemi në kulmin e sezonit veror dhe intensiteti i vizitave mjekësore në 5 qendra shëndetësore të Bashkisë Durrës mbetet i lartë. Nuk mungojnë dhe rastet kur pacient të caktuar shoqërohen drejt spitalit rajonal për një vizitë më të specializuar. Pushuesit vendas dhe të huaj paraqiten me problematika nga më të ndryshmet pranë stafeve mjekësore për të marrë ndihmën e parë, por kryesisht dominojnë patologjitë që lidhen me temperaturat e larta. Sezoni veror normalisht ka pasojat e veta për shkak të temperaturave të larta dhe rastet kryesisht janë sëmundje që paraqiten nga temperaturat e larta, duke theksuar këtu hipo dhe hipertensionin, goditjen nga i nxehti, djegjet nga dielli, alergjitë, pickimit nga gjallësat e detit, pickimet nga insektet dhe goditjen nga nxehti. Gjatë muajve qershor dhe korrik pranë 5 qendrave shëndetësore verore, ku ofrojnë shërbim 24 orë një staf prej 14 mjekësh dhe 20 infermierësh, janë regjistruar gjithsej 4560 pacient. Qendrat janë të pajisur me mjek infermier dhe medikamentet e nevojshëm për të ofruar një shërbim sa më cilësor në 24 orë në 7 ditë të javës. Deri në këtë periudhë në 5 qendra shëndetësore verore janë paraqitur gjithsej 4560 qytetarë të cilët kanë marrë shërbim. 3926 janë vendas dhe 632 janë shtetas të huaj. Rrisit për këtë vit është shërbimi me pagesë për shtetasit e huaj. Deri më tani nuk kemi pasur raste të vështira. 5 qendra shëndetësore verore frekuentohen në masë të madhe dhe nga shtetasit e huaj, për të cilët shërbimi që ofrohet nga stafi mjekësor është shumë profesional dhe cilësor. Megjithse është viti i parë që për ta aplikohet shërbimi me pagesë, stafet mjekësore nuk janë përballur me kundërshti. Qendra shëndetësore është shumë afër hotelit ku unë rri. Më vleti shumë biseda me doktorin dhe fakti që më dha një medikament për të kuruar kollën. Shërbimi ishte shumë i mirë, i shpejtë dhe profesional. Gjithashtu qendrën shëndetësore e gjeta shumë kollaj. Nuk kemi asnjë rast që ka kundërshtuar pjesën e pagesave, pasi pagesat janë të unifikuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe pacienti para se të marrë një shërbim ka një checklist afishuar në çdo qendër, ku para se të marrë shërbimi e shikon checklistën dhe pastaj orientohet tek mjeku për të vazhduar shërbimin. Në Bashkinë Durrës përgjatë vijës bregdetare funksionojnë 5 qendra verore, në Currila, Plazh, Shkëmbin e Kavajës, Hamallaj dhe Xhirin e Lancit.